Përshëndetje, unë jam Fabian Allgjata, jam një nga djemtë e vëllezërve Allgjata. Ne jemi një biznes familjar të cilin e kemi trashëguar nga prindrit tanë. Prindrit tanë e kanë filluar me një biznes shumë vogël, pastaj dita ditës ne jemi zgjeruar nga pak. Ne punojmë gjithë si familje, nga më i malli deri tek më i vogli. Me kalimin e kohës, me shtimin e punës, ne kemi marrë njerëz të zonës tonë që sot ato janë bërë profesionista në biznesin tonë. Të gjithë produktet tona janë halal. Duke filluar që nga mishi i viçit, mishi i shingjit, mishi i kecit, pulat e fshatit, ne kemi disa lloje sallamre të cilat i bëjmë gjitha me mish viçi, pa konservante, pa kimikat. Gjithashtu edhe te pjesa e bilmetit, me qumshin e freskët ne bëjmë shumë nën produkte të qumshit. Duke filluar nga kosi, nga gjalpi, nga hira e tjerë. Ne bëjmë byrek në mënyrë tradicionale me mielin e grurit ton. Byreket i kemi disa lloje. Gjithashtu përveç byrekët bëjmë edhe bukën e fshatit pa maja me brumë të thartuar. Përveç këtyre ne shtojmë edhe disa produkte tjera, siç janë fërgesa, sallata panxharit, çikore natyrale, japraku. Produktet tona i gjeni vetëm te dyqani jon, gjithashtu edhe në shërbimin delivery, sepse këto janë produkte artizanale, pa konservante, pa kimikate. Nuk kemi zgjedhur të bëjmë shpërndarje nëpër markete, por kemi zgjedhur që klientit viti marrë sa më të freskëta dhe më të mira në dyqanin ton. Ne do vazhdojmë ta mbajmë cilësinë e produkteve tona, gjithashtu do shtojmë edhe gamën e produkteve tona që të ndihmojmë edhe fermerët e zonës të bashkëpunojnë me ne dhe klientët tanë të ushqehen me produkte vendase, të freskëta, të sigurta